Unë sot për shembull shoh se shumë sociologë ose psikologë kur flasin për probleme të shoqërive të ndryshme, zakonisht fokusohen te vetbesimi. Për shembull, nëse dëshojmë ta luftojmë drogën, apo të gjitha mjetet mund të jenë efikase, por efikasiteti i tyre varet nga vetbesimi i personit se a do të mund t'ia dalë apo jo. Edhe alkooli, edhe çdo gjë tjetër, vetbesimi i njeriu për t'ia dalë është kushti themelor për t'ia dalë. Madje edhe pacienti, ai mund të përdor medikamente, mund të shkon tek mjeku, por nëse zhgënjimi nga brenda e udhëheq se nuk ka shërim për ta, mendoj se krahas smundjes që ka i shkakton smundje të tjera dhe shërimi është shumë më lart prej tij. Andaj Ramazani kthen një lloj vetbesimi se ne mund t'ia dalim, ne mund t'ia bëjmë. Ramazani ka një varg vlerash që njeriu ne ushqen me këtë vetbesim, se ti mund ta bësh këtë, ti mund të ndryshosh. Dhe shumë njerëz e kanë provuar këtë në Ramazan, kanë hyrë ndoshta duke filluar nga praktika e ushqimit, kanë hyrë me hezitim, kanë hyrë me një hamendje, mund t'ia dalim dhe nuk kanë kaluar ndoshta 1-2 dhe kanë parë se bëhet fjalë për një lehtësim të madh të paparamenduar në tejkalimin e urisë dhe etjes. Krahas vapës, krahas ditës së gjatë, agjërimit e kështu me radhë. Dhe kjo që nga dita e parë, do thotë Ramazani ka filluar të ushqejë një vetbesim tek besimtari, se ai mund t'ia dalë edhe në mejdane dhe fushë të tjera për të ndryshuar ato. Prandaj braktisja e ushqimit dhe pijes është një fillim i ndryshimit i cili e stimulon besimtarin me një vetbesim për t'ia mësyer edhe ndryshimeve tjera. Për këtë arsye them që kjo është më e rëndësishme e Ramazanit. Të na kthehet vetbesimi, që nuk kupton të na kthehet timoni i udhëheqjes në dorët tona. Nga se fatkeqësisht sot njeriu nuk e udhëheq vetën e tij, është i udhëhequr. Nëse roli i tij dhe karakteri i tij në këtë botë është udhëheqës, jo i udhëhequr. Po njeriu fatkeqësisht ka ndryshuar pozicionin e tij. Nga një udhëheqës është shndruar në të udhëhequr. E udhëheq egoja, epshi i tij, madje gjërat më banale njëhet nga njëri e udhëheq njeriu. Dhe e bëjnë që të degradohet dhe devaluohet skajshmërisht. Andaj Ramazani vije që t'ia rikthen pozicionin e njeriu, t'ia rikthen vetbesimin dhe timonin e udhëheqjes të jap në dorën e tij. Nga e robëruar të jep lirinë e munguar, të jep dimensionin e lirisë.